duhet të paguaj fidjen, do quhet shpagesë. Ai smuri që nuk ka mundësi ta gjenojë Ramazanin, pra ka smundje që është kronike edhe e pandalshme, nëse ka mundësinë financiare, është mirë pra që të ushqejë agjërusin, pra ta ndaj një shumë të caktuar për 30 ditë dhe ta jap ushqim për iftar për njerëzit në nevojë dhe për ata që janë duke agjëruar. Mirë është pra me ndahet shumë, pse jo edhe në fillim të Ramazanit, sepse ai varfër ka nevojë me pas në tavolini smuri apo ata njerëzit që nuk kanë mundësi me punue ose janë pra moshat ose janë njerëz të spërvuar familjarisht me mungesën e shtyllës së shtëpisë, pra dhe i ka kapluar, i ka molisur varfëria, atëherë aty është një sevap shumë i madh që t'ju ndihmojmë atyre, që ata të kenë në sofrat e tyre iftarin dhe të hanë ushqim, sikur edhe ti që ke dëshirë të hash ushqim, edhe